Jemi këtu me zotin Fredian Doj, I cili është bashkë themelues I Hyllit të Dritës. Jemi në panajirën e bujqësisë. Si po gjendeni në këtë panajirë, duke qenë se është edhe dita e tretë? Shumë mirë. 2 ditë të parë ishin një eksperiencë shumë e mirë, duke përllogaritur sepse kjo është panajiri I bujqësisë dhe ne jemi një ndër të pak të certifikuar nga turizëm në gjithë Shqipërinë, edhe ishte një eksperiencë dhe një dëshirë shumë e madhe për të marrë pjesë këtu. Se fokusi jonë dhe ajo që ne bëjmë është drejt për drejt me bimësinë, me këto që panajiri ka ekspozuar. Çdo gjë në lidhje me pjesën. Ne jemi tregtarë dora e fundit për ta nxjerrë produktin shqiptar në atë nivele ku duhet me qenë. Gati për konsum. Konsumi dora e fundit. Konsumatorët e fundit jemi ne, nuk jemi as tregtarë as jemi konsumatorët e fundit që ju japim për pozitiva për negative produktin shqiptar. Po dim ne, bëjmë mirë. Po s'ditën. Sa vite keni që operoni me Hyllin e Dritës? Në Hyllin e Dritës që në 2014. Kush lokali juaj, restoranti? Ne jemi me lokacion në Troshan të Lezhës, dhe 13 km nga qyteti, në një zonë kodrinore, në zonë me një bimësi të egër shumë të popullume, ka rreth diku ke 113 bimë të egra medicinale që janë të regjistruar në librat e mjekësisë popullore në gjithë zonën. Aty ka si për shpend, si për kafshë, si për bimësi, është një ndër pra është e favorshme, është realisht një ndër zonat më të favorshme në fushën e Zadrimës. Në pjesën e Zadrimës, se ka edhe pjesën kodrinore, por ka edhe pjesën fushore që mund të bëjë pjesa e dritrave, gruni, nisri edhe elbi, produkte tjera, por kemi edhe pjesën kodrinore që ka pjesën e frutave, jo qershia, jo mani, jo ftojt, jo shega, se Lezhë njihet realisht për shegën. Shega është e Lezhës, se fatkeqësisht ja kena marrë në Shqipërisë, por shega është e Lezhës. Edhe jena në kushte të favorshme për të bërë diçka ndryshe nga që realisht. Për çfarë mbahet Hylli I Dritës? Pra, për çfarë vinë konsumatorët tek restoranti juaj? Po edhe këtu në panajirë, çfarë kanë pëlqyer më shumë pjesëmarrësit që ju kanë vizituar? Duke përllogaritur se kushtet nuk janë edhe aq të favorshme normalisht, sepse po flasim për një catering në ambiente të hapuna. Kemi degustuar ca menu të Hyllit, po jo pjesën e salciçës freskët me produktin që me mishë. Pra ju I bëni vetë të gjitha. Produkti që është konsumuar këto 2 ditë, një dita para 2 ditësh, është bërë me produktet të freskëta 100%. Duke përllogaritur dhe linja dhe proponimi që kemi si Hylli I Dritës, që mos të bëjmë gërshetim jo për çështje përfitimesh apo gjëra, por për çështje besueshmërie. Fillojmë që nga rritja kafshëve deri te përfundimi që ja nxjerrim klientit pjatën përfundimtare. Duke llogaritur që kemi mbarshtimin e kecave, dhive dhe deleve, plus minus diku ke 400-500 stabë gjatë gjithë kohës, domethënë të vitit, stallat e derrave që I kemi po prapë me regjim natyral, jo me mbajtje regjim stallor, por lirim natyrë, po ashtu pulat dhe rosat e egra që janë me habitatin e vet, me rezervuar lagështine që kanë nevojë. Pra me gjithë kushtet e përshtatshme në habitat të plotë. Paralelisht kemi edhe bimësinë. Fillojmë me kultivimin e grunit, që ajo është baza jonë, kemi shumë produkte me pjesën e grunit, duke filluar me buken, me fogachat, me byrek, me çdo gjë, është made in Albania, made in Zadrima, por edhe më e rëndësishme është fara është autoktone. Pra nuk është se kemi aplikuar një farë serbe, greke, italiane, pak rëndësi ka, kena majt edhe jena mundur me siguru farën autoktone shqiptare për ta trashëguar, për ta vazhduar, sepse toka atë ka për produkt. Nuk është se kena pse me ble serben duke pas. A është e vështirë ta mbash? Ka vështirësitë e veta, sepse koha, klima nuk është gjatë gjithë kohës e njëjtë, po jena mundu, deri tash ja kena realizu. Me sforco, me njëra, kena në realizimin kryesor. Më vjen mirë. Me banorët e zonës, apo bashkëpunimi si është? Kemi bashkëpunim të ndërmjetëm me benefit për gjitha palët, sepse jo çdo produkt, ne fokusin tonë e kena të drejt për drejt me mishin, në kafshë të gjalla. Pra mbashtimi I kafshëve të gjalla është ajo që ne kemi pjatë kryesore ose mreti tavolinës. Duke filluar keci dhe derri zgares janë produktet që kërkohen dhe nuk ka tavolinë. Por produktet si bimësia, perimet dhe këto gjana tjera, ju kena fokusu më shumë edhe me fermerët e zonës. Për arsye sepse duhet bëjmë një gërshetim. Po çdo gjë flasim
Me çdo fermer, para se me fillu mbjellja e tokave dhe njëra tjetra, ne shkojmë të çojmë farat vetë, autoktone. Okej. Pra thjesht bëhet rritja dhe kujdesja. Tipi i asaj hajde për kujdesu për te, ne fare një qojmë varietetin e produktit që ato që na interesojnë neve për ta funksionu dhe për t'i dhanë shërbim. Sepse ndryshe nuk mundesh të marrësh një domate pa rëndësi më tjerë shumë të mira. Po besueshmëria përsëri qëndron, domethënë që besueshmëria normalisht sepse ne jemi aty gjatë gjithë kohës. Edhe gjatë rritjes ne shkojmë 2-3 herë i vizitojmë pjesën e kësaj se mos hedhin pesticide. Fokusi jon duke pas edhe stanin e baktive dhe ive, kemi edhe fatmirësisht edhe plehin organik që është i drejt për drejt, pra riciklimi çfarë del prej toke me prapë në tokë dhe me aty. Që është edhe forma më e mirë, pra në asnjë lloj arsye ne nuk kena arsye pse me përdor pesticide apo produkte. Kur keni plehun organik. Është plehu organik, fokusi kryesor që po zhvillon bimësinë dhe zhvillon realisht zhvillon në ritme të mira. Më vjen mirë. Ky ishte viti juaj i parë që merrni pjesë? Jo, ky është vit për këtë format me full zone, po. Ndërsa ne kemi qenë par vjet në logon e Zadrima Farmit, që kemi fabrikën e përpunimit, në Zadrima Farm kemi qenë thjesht si ekspozitar për produktet me pjetë alkolike dhe me produktet e mishave dhe të bylmetave. Si format, full zone është viti i parë. Ju falenderoj shumë, ju uroj shumë suksese në gjithë punën tuaj në vazhdim. Faleminderit edhe juve sa më shumë suksese për eksperjenca. Faleminderit shumë.